kërkoj nga ona juaj që çfarë do rasti që ndodh në gjatë detyrës së juaj të raportoni. Kuptojmë shumë rolin e dezinformimit. Atëherë të nderuar, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Prokurinë Themelore Pej. E vlerësoj jashtëzakonisht prezencën e juaj dhe gatishmërinë për të qenë pjesë e këtij takimi. Dhe në planin e punës time është transparenca dhe komunikimi i vazhdueshëm me media, të pas parasysh që të jetë njoftimi i opinionit publik me të gjitha aktivitetet dhe rastet e cilat janë të rëndësishme dhe tregojnë, domethënë, opinioni i gjerë publik, interes për çështjet e sistemit prokurorial dhe sistemit të drejtësisë në tërësi. Në anën time të majtë është prokurorja Sadia Muriqi, e cila është koordinatore për veprat penale ku të dëmtuar janë gazetarët, për çka dhe sot ky takim në koordinim të njëjtën është organizuar dhe për këtë sot jemi këtu. Siç thash, sot ky takim është organizuar dhe mirë koordinuar me prokurorën koordinatore që të ju njoftoj se si pikë referuese në rastet kur ju jeni të dëmtuar, ta keni prokurorën e cila është caktuar që këto raste t'i trajtoj me efikasitet dhe t'jap prioritet të caktuar. Jam e sigurt që jemi të vetëdijshëm për rëndësinë, rolin dhe funksionin e mediave. Jemi të sigurt që jemi të vetëdijshëm që pushteti i katërt në një shtet demokratik është pushteti i mediave. Dhe ky pushtet nuk duhet cënuar asnjëherë, meqense se misioni juaj është informimi me kohë për gjithë aktivitetet që ndodhin në suazat ditore apo javore, qoftë në suazat vendore, rajonale apo globale. Jam e sigurt që misioni juaj është aq fisnik sa cenimi apo cenzurimi i këtyre të drejtave të juaja gazetareske, asnjë moment nuk duhet lejuar, as mundësia e pakt që ju të targetoheni për punën që e kryeni. Ky burim i sigurisë të informacioneve që ju keni të drejtën për me ushtru, rrjedh edhe nga Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe liria e juaj është e pacenuar dhe kjo do të mbetet patjetër se në vendin ton ju keni rolin më së veçantë dhe sigurisht që jo vetëm në Kosovë, po në gjithë botën roli dhe rëndësia e funksionit të mediave është jetik. Jam e sigurt që qytetarët nga shtëpitë e tyre nuk kanë mundësi të jenë në takimet të cilat mbahen qoftë në sistem prokurorial, qoftë në për pushtete tjera dhe nuk kanë mundësi që të jenë koherent me informacionet dhe zhvillimet që po bëhen. Kjo tregon që ju jeni ata që i mirë informoni të gjithë për ngjarjet të cilat ndodhin në suazat ditore, javore apo periodike, për ngjarjet të cilat po zhvillohen dhe roli misioni juaj përveç informimit është edhe vetëdijsimit, edukimit, sensibilizimit të opinionit gjerë. Nëse themi që në rastet të dhunës në familje, i trajtoni dhe i pasqyroni në çdo rast kur ndodh. Për marrim një shembull pak më thjesht. Çdo person, qoftë grua apo burr, momentin që shef që një rast i tillë po merret me seriozitet edhe po veprohet me kohë dhe personat do të arrestohen dhe dalin para gjyqit, jam e sigurt që secili nuk do të lejoj dhe toleroj që të jetë abuzues, të jetë i abuzuar apo të ketë dhunë sistematike qoftë nga partneri apo qoftë nga ndonjë antar i familjes. Vetë fakti që rritet numri i paraqitjeve të rasteve të veprave penale tregon shumë çka, që roli është krucial i mediave dhe informimi me kohë, domethënë i qytetarëve. Jam koordinatore për rastet kur partet e dëmtuara kemi gazetarët. Ne e dim domethënë rolin e mediave në opinion. Mediat kanë një rol të rëndësishëm për faktin se nga mediat informohet opinioni i gjerë, po ashtu edhe një pasqyrje e punës e institucioneve bëhet gjithmonë për opinionin përmes mediave. Andaj edhe në këtë rast edhe për prokurorinë ne e dim se ju si media keni pasur gjithmonë një interpretim të drejtë dhe të saktë, gjë që ka arritur tek besimi i qytetarëve. Në këtë rast dua të theksoj për shembull tani e tutje
kur janë rastet viktima të ndjeshme, me nuk hezitojnë që mos raportojnë rastet, mirë po gjithmonë derën hapur e kanë te prokuroria dhe numri i rastet të raportuar tani është më i madh se sa përpara kur nuk janë raportuar, domethënë kanë hezituar. Unë dua t'ja prezantoj një statistikë për rastet kur palët e dëmtuara kemi pasur gazetarët, kur në këtë prokurori janë trajtuar dhe kanë marrë, domethënë kur është nxjerrur edhe vendimi final, përkatësisht për periudhat e vitit 2024 dhe 2025, për periudhat e vitit 2024 kemi gjithsej 3 raste, ku kemi 3 akta akuza të ngritura gjatë periudhës 2024 dhe 2025, ku një rast domethënë është marrur edhe vendimi final, ndërsa dy raste tjera janë duke trajtuar në gjykat, po ashtu edhe 3 raste tjera janë domethënë të cilat kanë marrë epilogun nga ana e prokurorisë. Andaj ne si prokurori edhe një herë drejtohem unë si koordinatore për këto raste, kërkoj nga ana juaj që çfarëdo rasti që ndodh në gjatë detyrës së juaj të raportoni, çfarëdo dhune, çfarëdo kërcënimi, ne jemi të hapur këtu. Ndoshta mund të them që nuk preferoj unë personalisht si kryeprokurore me arrit marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, edhe pse kodi ja parashef dhe e lejon rastet kur ka viktima të ndjeshme edhe kur janë të dëmtuarit të cilët kanë një pozicion të cilët çdo marrëveshje është e pakënaqur në raport me të njëjtit. Për shkak se në këtë aspekt edhe kemi mbajtur trajnime, edhe kuptojmë shumë rolin e dezinformimit dhe pasojat e tij, dhe njëkohësisht e kuptojmë rolin shumë të mirë të mirëinformimit. Duke pas parasysh se kemi pas në raste të caktuara dezinformim ose nxitje për dezinformim nga çarse të ndryshme, të cilat besoj që këto janë pjesë e AKI-s për t'i kuptuar më mirë se nga vinë dhe që vinë, mirë po si prokurori jemi mundu të jemi koherent dhe të reagojmë. Ka raste sinqerisht po them më ka njerëz shqetësuese për faktin se shpallën njerëz të vdekur. Edhe dhimbjet e familjarëve janë të jashtëzakonshme ndër kaq personi është gjallë. Edhe brenda një afati optimal në koordinim, se duhet me ditë se çdo komunikim i jashtëm i prokurorisë bëhet në koordinim me kryeprokurorën. Edhe ka njerë duhet në situata të jashtëzakonshme 12 natës ose pas natës për me koordinu me kryeprokurorën për me dalë me qendrim. Edhe kemi dalë dhe kemi të thonë që personi është gjallë shëndosh. Kjo është njëna prej rasteve kur ne reagojmë, ose ka raste kur qëllimisht mundohen me thonë që janë mbyllë hetimet për me marrë konotacion tjetër procesi dhe për këtë çështje dalim dhe njëkohësisht reagojmë me kohë.